Aleanca për shqiptarët e Ziadin Selit kërkon ndërheqje të mënjëhershme të ministrit për politikë sociale, demografi dhe rinji, Fatmir Limani, pasi këtij të fundit i është refuzuar viza për në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e detyruar të anulojë vizitën zyrtare në OKB në New York. Sipas ASH-s, qeveria duhet të reagojë mënjëherë pasi, si shton, kjo është një goditje e rëndë për imazhin e shtetit, një turpë për institucionet dhe një tregues alarmant i diskreditimit të ndërkombëtar të kësaj qeverie. Kërkojmë mënjëherë dorëheqjen ose shkarkimin e Fatmir Limanit. Ky nuk është vetëm një dështim personal i tij, por një njollë e zezë për gjithë qeverinë. Heqtja e kryeministrit dhe partnerëve të tij tregon ose paftësi për të menaxhuar këtë krizë ose frikë për të thënë të vërtetën. Qytetarët meritojnë një qeveri që nuk turpuron vendin ndërkombëtarisht. ASH thekson se partnerët e ndërkombëtar duhet ta dinë se ky skandal nuk përfason shqiptarët dhe as vlerat euroatlantike që mbrojnë. Ndërkaq, ministri Fatmir Limani, me anë të një statusi në Facebook, është sqaruar për refuzimin e vizës për në SBA. Arsyeja e pengesës së lëvizjes së lirë është nga fakti që flijova gjithçka për të riadhesuar Ali Ahmetin në vendlindje me forma dhe mënyra të palejueshme nga ligjet ndërkombëtare. Kjo le të shërbejë si rikujtim për gjeneratat pasuese që të jenë të kujdesshëm se cilit i besojnë dhe për çka vetmohohen deri në masën e prangosjes së përjetshme. Ndryshe, refuzimi i vizave nga SBA për disa politikanë ka përplasur disa herë koalicionin Vlen dhe BDI-n.